Mungesa e infrastrukturës ngriti në protestë banorët e fshatit Fushmilot në Kurbin. Ata bllokuan për disa minuta rrugën që lidh këtë zonë me superstradën Lezhë-Milot, në shenjë revolte ndaj mungesës së vëmendjes nga institucionet. Sipas banorëve, segmenti me gjatësi rreth 2 kilometra është degraduar ndjeshëm, duke u bërë thuajse i pakalueshëm për shkak të gropave të shumta të krijuara. Ata fajsojnë kalimin e mjeteve të tonazhit të rënd, të cilat transportojnë inerte nga lumi mat për situatën e krijuar. Rruga nga Shullazi deri në nënkalimin e autostradës është dëmtuar. Protestojmë se spyt kush. Për të bashkisë Kurbinit, mund të lëvizin 50-60 trala që morin erë për të punë të vetë. Nuk kena kundërshtim, ti morin erë, për të shtenë rrugën. Rruga e Fushmilotit është një rrugët ma problematike që lidh të gjithë zonën verilimdore të Shqipërisë. Nga kjo rrugë paralizohen 6-7 fshatra. Është një mungesë e investimit pushtetit qendror dhe të pushtetit vendor. Tu i vetmi investim që është bën këtë rrugë e ka bën Kisha e Gurzit para 25 vitesh. Bashkia e Kurbinit nuk ka bën asnjë lloj investimi për 35 vjet. Problem rruga, s'ka daloze. Ki vend ka mërhurët, shok. Se ka hi e dirama 13 vjet. Çdoar. Edhe në kohën e Enver Hoxhës kam pasur të gurëm gur pa mu lakam. Në kohën e Enver Hoxhës më të thonë, ku na ka shku halli sot. Do me thonë, unë do të lanë tonë punë, në orën 12 që këtë marrë fëmin. Nuk e marrë fëmin, unë se zdi fëmija i me hecë. Vi me e marrë për i frikës tralave. Punën edhe më 12 natës e më rapa tralat. Një javë rrasht, kom dalë veta, kom bloku natën. Nuk është hera parë që është e vërteta, kjo protestë është e vazhdueshme, është një segment që është shumë i dëmtuar, nuk mirëmbahet. Problemi kryesor është tek asfalti, te gropa që janë bërë, dimrit janë pakalueshme sepse mbushen me shije dhe është pa kuptueshme se ku ka grop e ku ka asfalt. Dëmtohen makinat. Është një rrugë që lidh shkollën me pjesën tjetër të fshatit dhe është një problem jashtëzakonisht i madh për banorët. Banorët e Fushmilotit paralajmërojnë bllokimin e superstradës nëse nuk do të ketë ndërhyrje të shpejtë nga autoritetet për riparimin e rrugës dhe ndalimin e kalimeve të mjeteve të tonazhit të rënd, të cilat janë kthyer në shqetësim për ta. Nëse nuk merren mosa, unë jam ai që do të pri me bllokuar të stradën. Kjo është jo e pakalueshme, për kjo skandal. Ne do ta përshtatësojmë protestën. Kjo rrugë e cila lidh aksin e vjetër me superstradën u shërben disa fshatrave të Kurbinit edhe përdoret gjithashtu si rrugë alternative për çlirimin e trafikut gjatë sezonit veror. Gjatë 5 viteve të fundit, ajo ka pësuar dëmtime të shumta dhe pavarësisht ankesave dhe protestave të vazhdueshme, nuk ka pasur ndërhyrje për riparimin dhe mirëmbajtjen e saj.